Përshëndetje të dashur miq. Uroj të keni kaluar sa më bukur. Në këtë video do të ndaj mesazhet që kam mundur të mbledh për ju në lidhje me hënën e re në 17 prill, e cila mbart shumë bukur këtë energjinë e dashit që simbolizon fillimet e reja, inovacione të ndryshme dhe këtë kurajon apo guximin që ne na duhet, konfidencën që ne na duhet, por më tepër te kjo pjesa e guximit që të marrim këtë veprim. Sepse e bukur është dashja edhe nëse nuk ka konfidencën që nevojitet ashtu sikurse Luani për shembull, ka këtë pjesën e entuziazmit dhe këtë pjesën e guximit dhe impulsivitetit që ndonjëherë na hyn në punë në kuptimin që e ndërmarrim një veprim të caktuar. Por ideja këtu është të mos e lejojmë për shembull mendjen që të na ndalojë. Ky është një mesazh që po ndiej tani. Këto janë mesazhet që kam mundur të mbledh për ju gjatë meditimit, fillimet e reja, veprime për shembull, por që të fokusuara në lidhje me një gjë X që ju doni në jetën tuaj, në cilën do fush jetës suaj. Lidhet dhe kjo pjesa e një identiteti të ri që po rilind në jetën tuaj. Dhe shumë bukur kjo na lidh me vizionet që unë pash. Ishte një ngjarje për i bardh. Ndoshta numri 7 mund të ketë rëndësi për ju. Numri 33, numri 1, ose 331 nëse e shikoni vazhdimisht si numër. Dhe gjarpri ose ngjyra e bardhë, më saktë, ishte një ngjarje për shumë paqësor, dhe një ngjarje për shumë i dashur. Dhe kjo simbolizon, është një shenjë shumë e mirë. Simbolizon për shembull energji pastërtie, pafajshmërie, por për shembull të ndërmarrim veprim dhe të transformohemi, por me mirësjellje, si të thuash, pa të lëmë të shkuarën pas, lëkurën tonë të vjetër pas, me mirësjellje, me mirësi, dhe jo me hatërmbetje, dhe jo me këto emocione negative, dhe jo me pengesë apo të ngelemi pishman për diçka e të tjerë. Dhe duke qenë të hidhur me helin ton, për shembull, ndaj të tjerëve. Dhe ishte një ngjarje për vërtet shumë pozitiv. Kështu që kjo mund të jetë vetja juaj e re, që është e transformuar tani, më ka lëshuar të lëkurën e vjetër që nuk i nevojitet më sepse është rritur përtej saj. Pra, është njësoj si ju të rriteni dhe të mos vishin dot më veshjet e vjetra, veshjet e fëmijërisë, sepse nuk ju bëjnë më dhe sigur ju të doni. Dhe në këtë rast lëkura mund të simbolizojë shumë bukur rrethana të vjetra, të kaluarën tuaj, individ, njerëz, vende ku ju dikur shkonit, të cilat duket sikur jeni rritur më shumë se sa ato, në aspektin energjetik, shpirtëror, në rritjen tuaj personale, në çdo aspekt, dhe nuk mund të shndroni dot më aty, nuk keni se çfarë të flisni, nuk keni se çfarë të shijoni më, edhe pse dikur vetja juaj e vjetër ishte shumë i ose e lumtur në këtë midisje me këta njerëz, tani më duket sikur ju jeni tamam një identitet i ri. Dhe kjo mund të jetë energjia që ju mund të ndjeni përpara kësaj hëne të re, ndoshta gjatë kësaj hëne apo edhe pas. Dhe kulmin mund ta arrini për shembull në qoftë edhe në muajt e parë të verës. Pra në muajin e parë të verës. Mesazhi tjetër që dëgjova ishte: ajo që ju ishte shumë specifik ndoshta për dikë për jush. Ajo që ju keni kërkuar gjithnjë tek të tjerët, apo jashtë jush tek të gjithë të tjerët jashtë jush, në fakt, gjithë kohës, edhe tani, ka qenë gjithnjë brenda jush. Dhe kjo ishte dashuria. Dhe kjo na lidh shumë bukur me, për shembull, ndoshta traumat së kaluarës që ju mund të keni patur, me neglizhimin, me faktin që ju mund të jeni lënë vetëm, të abandonuar, e të tjerë. Këto mund të dalin sipërfaqe dhe ndoshta kanë dalë gjatë hënës së plotë që ne kaluam, që ishte shumë e lidhur me këtë energjinë e marrëdhënieve, se si ndikojnë marrëdhëniet në jetën tonë, cilat na nevojiten, cilat jo, cilat janë pozitive, cilat jo, dhe se si ne mund të rritemi nëpërmjet këtyre marrëdhënieve, qofshin këto karmike, romantike apo platonike, e të tjerë. Dhe ndoshta ju gjithë jetën tuaj jeni përpjekur që në fëmijëri, jeni përpjekur që ta gjeni këtë lloj dashurie, këtë lloj përkujdesje, energjie pozitive, këtë lloj energjie ushqyese apo thjesht këtë suport tek të tjerët. Është e bukur që ne të kemi këtë lloj suporti dhe dashurie nga të tjerët. Por jo të jemi të obsesuar dhe jo të jemi në këtë gjendjen që
ta duam nga të tjerët me patjetër, dhe të ndjehemi keq dhe të abandonuar nëse të tjerët nuk na e ofrojnë. Sepse jo të gjithë janë si ju. Jo të gjithë ndoshta janë empatik. Jo të gjithë ndoshta janë suportues ashtu sikur se ju, dhe nuk ju kuptojnë ndoshta plotësisht. Ju ndoshta doni diçka që t'ju kuptoj pa folur, por ndoshta jo të gjithë janë kështu siç ju e doni, dhe gjithçka që ju keni kërkuar që ta gjeni tek të tjerët, në fakt është tek ju. Por duke qenë se lentja juaj ka qenë e fokusuar në realitetin e jashtëm për ta gjetur këtë, ju asnjëherë s'keni parë tek ju për ta gjetur. Ju e ofroni këtë për të tjerët apo jo? Ju ofroni dashuri, suport, përkujdesje, pra ju e keni. Kjo do thotë që ju e keni brenda jush dhe mund t'ia ofroni dhe vetes. Ju nuk keni ndryshe nga të tjerët dhe ju e meritoni po njësoj të lloj përkujdesje, të lloj ndryshe në kuptimin që të gjithë meritojmë të jemi të lumtur, të përjetojmë dashuri, të përjetojmë suport, përkujdesje, një buzëqeshje. Dhe nëse ju nuk i gjeni këto në realitetin e jashtëm, shumë bukur mund t'ia ofroni vetes. Mesazhi tjetër ishte: ju keni një zë të fuqishëm si luani. Kjo në fakt është pjesë e një këngë në anglisht, por unë po e përkthej dhe dëgjova këngën në fakt. Më duket se është Read All About It, nuk e di diçka e tillë. Më duket se kështu është titulli, në mos të gaboj. Dhe fraza që mua më citua ishte: ju keni një zë të fortë si luani, kështu që boll e fshehët. Kështu që tani filloni, come on, ishte ajo pjesa që do të thotë që filloni tani të veproni, filloni tani të flisni, filloni tani sepse vete folura është edhe manifestim. Pra ti flisni gjërat në ekzistencë, flisni atë që ju doni dhe vetë fjala është krijimi i diçka që ju e keni menduar dhe po e nxjerrni dhe po e manifestoni, si të thuash. Dhe fjalët vërtet kanë fuqinë të manifestojnë. Fjalët jo më kot thonë që ndonjëherë vrasin më shumë në momentin që nuk përdoren ashtu siç duhet. Kështu që edhe zëri juaj është shumë i fuqishëm, kështu që vazhdoni. Nëse ju keni për shembull një lloj profesioni që zëri juaj ju duhet, mund të jetë mësuesia, mund të jeni mësues apo mësuese. Mos u stepni për atë që ju doni të thoni. Ndoshta mënyra se si ju doni që ta zhvilloni orën mësimore është shumë e ndryshme nga ajo që sistemi ju ka thënë. Bëjeni, sepse këta fëmijë ndoshta kanë nevojë për këtë mënyrë të re që ju doni të ofroni. Dhe jo më kot ju është ofruar ju si ide nga universi në mendjen tuaj që bëje këtë gjë. Këta fëmijë kanë nevojë për këtë lloj edukimi tani më e tutje. Ky është thjesht një shembull që më erdhi dhe tani lidhet edhe bllokimi i çakrës së fytit, që do të thotë që ju ndoshta po përjetoni këto simptoma. Nëse ky mesazh lidhet për ju, mund të mos jetë për të gjithë, mund të jetë vetëm për dikë për jush, merrni ato që nuk ju rezonojnë. Por tani lidhet shumë bukur çakra e fytit, që ndoshta juve ju nevojitet në rrugtimin tuaj, në misionin tuaj, në profesionin tuaj, në gjithçka që ju doni dhe ndjeni se duhet të bëni. Mund të jeni këngëtar dhe zëri juaj është shumë i fuqishëm, sepse krijoni ndjesi paqe ndoshta për ata që dëgjojnë këngën tuaj. Kështu që në çfarë lloj profesioni në fakt, sepse ne zërin e kemi shumë të rëndësishëm kudo, është e mira që të mos ta mbani veten mbrapsht dhe të mos të stepeni për të thënë diçka. Ndoshta edhe të flisni të vërtetën tuaj në marrëdhënie specifike. Dhe ajo që do të thoja ishte që nëse ky mesazh rezonon me ju mund të përjetoni së fundmi simptoma si për shembull ndjeni sikur çakra juaj e fytit është e bllokuar, ndjeni sikur nuk flisni dot, ndjeni sikur keni këtë ndjesinë që doni të kolliteni vazhdimisht. Nëse dëshironi mund të më shkruani për gjitha këto, jam më së lumtur t'ju ndihmoj. Mund të punojmë së bashku, mund t'ju dërgoj afirmime, mund të bëjmë seanca reiki nëse ju jeni të interesuar. E të tjerë, dhe ka shumë praktika që ne mund të përdorim, një ndërto është këndimi, të flasim atë që ne duam, ndoshta edhe me veten tonë, e të tjerë, ose thjesht vizualizimi për shembull i ngjyrës blu, e të tjerë. Pra ka shumë mënyra që ne mund t'i ndajmë së bashku dhe ju mund ta kaloni sa më mirë këtë lloj faze dhe periudhe të rëndësishme në jetën tuaj. Sepse tani është koha që ne të gjithë ne dhe të gjithë ju të zhvillohemi përtej komfort zonit tonë. Është një periudhë ekspansioni, si të thuash, që ne të rritemi përtej guackës ku e kishim vendosur veten në fillim. Vizionet e tjera që unë pash janë një lampa e Aladinit në ngjyrë gojt,
Unë e kam një, sepse më pëlqejnë vërtet shumë. E kam marrë gjatë një udhëtimi, nuk e mbaj mend se ku të them të drejtën. Dhe më pëlqeu sepse ishte e bërë me dorë, edhe arti dhe çdo gjë e pikturuar. Më pëlqejnë shumë të gjërat që janë të punuara me dorë, sepse tregon për kushtimin, mundin që personi që e ka krijuar ka hedhur në këtë pjesë arti. Dhe e mbaj gjithmonë për të më kujtuar fuqinë që ne të gjithë kemi për të manifestuar realitetin tonë, sepse është e thjeshtë ne ta harrojmë. Dhe shpeshherë dhe dyshimi mund të vinë sipërfaqe, të tjerë janë gjitha mëse normale, por ne të gjithë me ato që mendojmë, me ato që themi, me ato që ndjejmë, manifestojmë rrethanat e jetës sonë. Dhe duhet ta kujtojmë këtë, sepse dhe vizioni në fakt ka shumë kuptime që mund të marrim dhe të lidhim në lidhje me këtë llampën e Aladinit. Një ndërto është për shembull që dëshirat tuaja janë si një urdhër, por që janë të padiskutueshme që realizohen nga universi. Dhe për gjithë ju që keni punuar me manifestimin, manifestimet tuaja janë këtu dhe tani. Por ideja është që ne të jemi më vigjilent për një grup tjetër për jush, se çfarë mendojmë dhe se çfarë themi dhe se si flasim për veten tonë, që na lidhet përsëri me çakrën e fytit. Sepse të gjitha këto ndikojnë shumë tek ne, tek jeta jonë, te rrethanat e jetës sonë dhe tek ajo që ne do të marrim si rezultat. Vizioni tjetër ishte balen e drejtuar në anën e majt. Tani kjo ka shumë në fakt lidhje personale ose jo, por edhe për ju mund të ketë një signifikancë balena, mund ta pëlqeni, mund të ketë lidhje për ju. Lidhet vërtet shumë me njohuritë, për shembull, njohuritë e lashta, por qoftë edhe njohuritë që ju mund të keni patur, që ndoshta të gjithë njohuritë e jetës suaj mund të hyjnë në punë tani. Për një profesion X, për diçka që ju doni të bëni, gjithë rrethanat e jetës dhe çfarë keni kaluar janë të vlefshme tani dhe nuk kanë ndodhur më kot. Këto janë mesazhe që mund të lidhen për ju, sepse ka shumë mesazhe, ky si vizion që mund të kenë ndoshta dhe ju mund të keni mesazhin tuaj, por mund të ketë lidhje nga më të ndryshmet. Gjithsesi ky ishte mesazhi kryesor që më erdhi për ju. Dhe ndoshta dikush nga e kaluara, një lidhje e kaluar që ju keni patur, do të rikthehet përsëri. Kjo në fakt nuk lidhet me një lidhje që ju mund të jeni ndarkeq apo thjesht nuk doni që ta keni më, lidhet me një marrëdhënie që ju thjesht ndoshta për rrethana X, për rrethana që koha nuk ka qenë e duhura, apo thjesht nuk keni qenë asnjëherë, si të thuash, bashk, thjesht keni qenë nuk ka qenë domethënë diçka e konsoliduar. Tani më, kjo gjë do të vijë diçka që ju do t'ju bëjë të lumtur, jo se do të jetë diçka që ju nuk e doni. Ky ishte një mesazh shtesë për vetëm dikë për jush ndoshta aty. Nga ana tjetër pash edhe një kalibër, në mos gaboj, kështu quhet, është zogu që shijon ëmbëlsinë e bimëve. Pra, ju jeni të drejtur tani që të jeni më shumë në këtë energjinë femërore. Dhe energjia femërore lidhet me faktin që merr fillimet e reja, pranon dhurata, pranon përkujdesje, pranon suport në jetën e saj, po them e saj, nuk ka lidhje gjenia në energjinë femërore, ju mund të jeni mashkull dhe të keni energji femërore, por po e them me saj për lehtësi, pra pranon të gjitha këto bekime që të vijnë drejt saj, duke i tërhequr me magnetizmin e saj, dhe nuk shkon për të marrë diçka. Këtë e bën energjia mashkullore, që vepron, ka hapat e veta caktuar, gola specifike dhe hidhet në veprim për diçka X. Dhe këtë shumë bukur mund ta kenë femrat të cilat nisin një biznes, për shembull, të cilat janë karrierista, apo thjesht e punojnë, apo thjesht në jetën e tyre. Ne të gjithë kemi këto të dyja energji bashk. Por tani jemi të thritur që të kemi më shumë këtë energjinë femërore, sepse siç tham, manifestimet tuaja duan të vinë në jetën tuaj. Dhe kur them manifestim, mund të jetë gjithçka, mund të jetë lumturi, mund të jetë para, mund të jetë paqe, mund të jetë liri financiare, që është një mesazh që na erdhi dhe më vonë. Mund të jetë gjithçka, mund të jetë partneri apo partnerja juaj që ju dëshironi. Dhe nëse ju jeni në këtë energjinë femërore, lejon që ta magnetizoni drejt jush. Dhe mesazhi me kalibrin lidhet me faktin që energjia femërore di se si të shijojë bukuritë e jetës, ashtu si kalibri që shkon tek lulet më të ëmbla dhe merr pjesën më të ëmbël të saj. Dhe nuk duhet të ndjeni fajtor për këtë pjesë. Kjo është energjia që po ndjej që mund të ndjeni fajtor, që të kujdeseni për veten, t'i bëni dhurata vetes, të
kaloni për shembull kohë të bëni një masazh për veten tuaj, t'i bëni dhurat vetes një masazh, një trajtim, ndoshta të zbukuroheni, të shkoni tek berberja apo tek parukerja, tek berberja apo tek parukerja e të tjerë. Dhe vizioni tjetër ishte një aeroplan. Kjo më lidh me faktin që ju tani shijojeni pjesën e pushimit, nëse ju duket sikur gjërat s'po lëvizin, shijojeni, sepse do të lëvizin kaq shpejt më vonë, saqë ju ndoshta do të keni kohë të merrni frym, dhe është pikërisht si fakti që kur s'keni punë, thoni pse nuk po shtyhet. Shijojeni kohën që s'keni punë. Ky është mesazhi. Sepse kur të vijë, për shembull, denduria e punës dhe të keni shumë punë, aq se zot merrni frym, do thoni sa mirë isha në ato kohë që po rria dhe po pushoja, pse se shijova edhe pak. Po fillova të shqetësohesha që pse s'kam punë. Dhe ky është një mesazh i fundit, por mund të ketë lidhje edhe me faktin që ju mund të udhtoni diku, mund të planifikoni një udhtim, koha është zbukuruar tani, kështu që edhe ky mund të jetë një mesazh. Këto ishin simbolet, edhe mesazhet që kam dëgjuar. Vizion tjetër që pash, ishte edhe një fush plot me të mbjella dhe dukej si grur, po në fakt kishte bim nga më të ndryshmet, gjatësi të ndryshme, tipe të ndryshme, që do të thotë që farat që ju keni mbjell, keni parasysh kur shkoni dhe mbjellni dhe më pas i bëni punën, ju isni, dielli bën të vetën, që i pjek manifestimet tuaja, dhe kur ato të çelin, janë vërtet shumë të bukura dhe janë nga më të ndryshmet. Ju menduat se asnjëra s'do të bëhej dhe menduat pse nuk po bëhen, sepse ju nuk e dini kohën eksakte kur do të dalin nga toka, sa do të dalin, ju e bëni punën, po nuk e keni ju në dorë kush do të mbi dhe kush jo. Dhe unë e pash që fusha juaj është plot me bim dhe fara nga më të ndryshmet dhe sigurisht gruri që tregon mirëqenie që shtohet. Pra shtohet dhe shtohet dhe shtohet edhe më shumë. Amplifikohet. Dhe është nga tipe nga më të ndryshme, ndoshta ky është mesazh që secili ka manifestime të ndryshme, secili ka mbjell fara të ndryshme dhe kjo mund të jetë. Sepse tani më në kohën kur ju i mbollët të fara, ka qenë koha perfekte. Por edhe tani më, gjatë kësaj periudhe, nëse ju mbjellni fara edhe vetë në natyrë, për shembull, njerëzit tani më mbjellin fara, domate, çfarë janë këto që bëhen, dhe tani është koha që të mbjellni fara sepse toka është më fertile, energjia është më ushqyese, vetë energjia që qarkullon tani më. Kështu që farat tuaja kanë ushqimin e duhur që të mbijnë. Prandaj është koha e duhur që ju fara në kuptimin mund të mbjellni vërtet fara. Unë për shembull kam shumë qejf, sa herë që shkoj në fshat tek gjyqërit, më pëlqen vërtet shumë edhe t'i shoh ata teksa e bëjnë, sepse sigurisht kam shumë eksperiencë, por më pëlqen të marr sa më shumë prej tyre, sepse e di që në të ardhmen dua të kem një shtëpi me obor dhe të mund t'i mbjell vetë të gjitha këto. Perime, frutat nga më të ndryshmet, më pëlqen vërtet shumë. Dhe ndoshta kjo mund t'i pëlqejë edhe ju. Për disa periudhë mund të jetë një ëndër, ashtu siç e ka dhe mamaja ime. Dhe kjo pra lidhet me energjinë e të merrni frytet e punës suaj. Por energjia më potente, sepse ju vërtet i mbjellni, por energjia më potente dhe këto mund të jenë fara manifestimi, çfarë ju doni në jetë, do të jetë në verë. Për ata që duan financa, në muajin e gushtit do të jetë kulmi juaj, dhe sidomos në portalin 88 që unë uroj shumë që mos ta humbisni si portal. Është çdo vit është një portal shumë i bukur i manifestimit të ardhurave, apo që ju të rilidheni me energjinë e mirëqenies në jetën tuaj. Sigurisht do ta rikujtojmë sërish deri atëherë, por që thjesht si diçka që unë dëgjova ishte që për gjithë ju që doni financa, do t'i keni edhe gjatë kësaj periudhe. Por kulmi do të arrihet në datën ose në gusht, në muajin gusht, por specifikisht portali që do të bëj këtë gjë të mundur është portali 88. Dhe 88 në këtë vit, vetë energjia e ditës, nëse mbledhim ditën, muajin dhe vitin në aspektin numerologjik, na jep përsëri një 8. Pra, jep përsëri mirëqenie. Ky është një ekstra konfirmim. Pra ju do të ndjeni më shumë të zotët e vetet, më shumë konfident lidhet me këtë portal energjia Luani, që ne cekëm pak në fillim, në lidhje me konfidencën, dhe që ju të mund të keni sa më shumë atë që dëshironi, të jeni konfident për aftësitë tuaja,
aftësitë tuaja qoftë edhe që të keni të ardhura në jetën tuaj dhe aftësitë në punë, në karrierë dhe të tjerë. Tani kalojmë te disa rituale që ju mund të kryeni në këtë hënë të reja ose gjatë kësaj periudhe. Si fillim, e diva të arsyeshme me që përmendëm simbolin e gjarprit të bardhë, të ndezim një qiri të bardhë. Ndoshta të shkruajmë mendimet tona, të shkruajmë çfarë duam të manifestojmë, sepse hëna e re mbani mend që është një për fillimet e reja, çfarë duam të manifestojmë. Është portali i fillimeve të reja për të ardhur në jetën tonë. Kështu që shkruani gjitha këto mendime, shkruani ëndrat tuaja gjatë kësaj periudhe. Nga ana tjetër, festoni fitimet tuaja të vogla. Çfarë do qoftë, mund të jetë për shembull një ditë e bukur e kaluar në punë, që ju bë diçka që ishte vërtet e suksesshme. Çfarë do qoftë puna, në shkollë, në jetën tuaj, bë diçka që ju mund të jetë krenar për veten. Mos e lini të shkojë dhe thjesht të vazhdoni me gjë tjetër. Merrni kohën tuaj ta shijoni, sepse kjo vërtet është shumë e fuqishme. Në radha parë tregon që ju nuk jeni vetëm, edhe nëse nuk jeni vetëm vërtet, ndoshta ndonjëherë vetja juaj ndihet vetëm. Tregon që ju, të paktën ju e doni veten tuaj. Tregon që ju patët një fitore sot. Dhe kjo është si një thritje për fitore të tjera, për suksese të tjera. Nëse ju nuk i kushtoni rëndësi, kjo merret si një mesazh nga universi që ju nuk e doni këtë. Ndoshta nuk e preferoni, nuk i kushtoni shumë rëndësi. Dhe kështu që nuk ju vjen më, ose rrallë. Por në momentin që ju e testoni, jeni mirënjohës për këtë që ndodhi, apo mirënjohëse, në këtë moment, universi thot, sa shumë lumturua, për shembull, nga kjo gjë e vogël, përse të mos jap diçka më të madhe? Pse të mos jap një fitore më të madhe, një dhuratë më të madhe? Dhe kështu ju bëni një magnet në këtë energji femërore për më shumë gjëra të bukura. Lidhet përsëri energjia e të jeni më lozonjar, të luani më shumë, të dilni më shumë jashtë, të jeni më shumë në këtë energjinë pra femërore, por që në energjinë pozitive, optimiste. Energjinë e entuziazmit, të pini sa më shumë ujë gjatë kësaj periudhe, është edhe vetë më shumë vap se më përpara dhe vetë natyralisht ndoshta duam të pim më shumë ujë, por sigurisht në hënën e re është e rëndësishme të pim ujë me synim. Nëse ju doni shëndet, kalojini këto kohë të shëndeti tek uji juaj dhe më pas pijeni. Nëse doni dashuri, po njësoj, nëse doni bukuri, po njësoj, nëse doni çfarë do lloj gjëje që ju të doni konfidencë, kalojini këto, thuajini ujit tuaj, ti je konfident, ti mund ta bësh këtë gjë, ti ke gjitha aftësitë që të nevojiten, dhe uji i absorbon të gjitha këto kode dhe ju e merrni dhe jeni ju, ajo që sapo folët. Nëse keni problem që t'ia thoni vete, sigurisht. Gjatë kësaj periudhe ju mund të ndjeni për shembull probleme me tretjen, probleme me çakrën e pleksusit diellor, probleme me çakrat e poshtme, pra të sakral çakra dhe root çakra, çakrën e rënjës. Sepse ndoshta duhet më shumë për të gjithë ju që keni këto lloj simptomash dhe që e ndjeni, për shembull root çakra, mund të keni probleme me gjunjët, mund të keni probleme me dhimbje kyçesh, mund të keni probleme që ndiheni sikur ju merren mend dhe jeni më shumë në kokën tuaj të dëzuar dhe nuk keni me këmbë në tokë, nuk keni stable, të sigurt në veten tuaj, pra nuk keni stabilitet në jetën tuaj dhe ju e ndjeni këtë. Kush e ndjen, e ndjen. Nëse keni të gjitha këto, ju sugjeroj që të vizualizoni ngjyrën e kuqe, të shikoni më shumë ngjyrë të kuqe në jetën tuaj, të kaloni kohën në natyrë që është dorë me 1, e shumë të tjera. Nëse keni probleme me sakra çakra që lidhet me pasionet tona, me dëshirat, me dëshirën për të krijuar, me marrëdhëniet dhe lidhjet që kemi në jetë, vizualizoni ngjyrën portokalli. Përdorini ngjyrën portokalli në realitetin tuaj. Visheni, shikoni orën di. Nga ana tjetër, jeni më shumë në këtë energji femërore. Krijoni, pikturoni. Shumë gjëra si këto, mund të filloni të luani si fëmijë, të bëni gjëra kreative dhe të bukura për një moment, dhe thjesht mos ta mendoni që kjo është humbje kohe, në fakt është fitim për ju. Nëse keni probleme me tretjen, për shembull me çakrën e pleksusit diellor, probleme me tretjen, me stomakun, me konfidencën, me të diturit të vlerës suaj, këto të gjitha lidhen me çakrën e pleksusit diellor, që ndodhet në pjesën e stomakut. Atëherë, ju sugjeroj shumë të vizualizoni ngjyrën e verdhë, të kaloni kohën në diell, të jeni më mirënjohës, të dini më shumë vlerën tuaj, të punoni me afirmimet, të mundoheni që të
të konsumoni ushqime më të ushqyeshme në jetën tuaj tani më dhe ushqime që e suportojnë stomakun tuaj, vetveten tuaj, ndoshta do ndjeni një udhëzim që të ndryshoni dietën tuaj gjatë kësaj periudhe. Është rritja juaj që po bëheni sepse nuk ka rëndësi ndonjëherë kush është ushqimi i shëndetshëm, më i shëndetshmi dhe kush nuk është. Çfarë kërkon organizmi juaj? Sepse kjo është ajo që ndoshta ju nevojitet tani më. Dhe thjesht të mos ta teproni me konsumimin, por ideja është ta dëgjoni trupin tuaj sepse kjo lejon që ju të keni më shumë lidhje të fortë me ju, me trupin tuaj. Sepse funda ne jemi këtu që të kemi këtë marrëdhënie kooperimi me trupin tonë, dhe jo të jemi armik të tij. Dhe me pjesën e faktit që tham të jemi më të tokëzuar, të kalim kohën në natyrë, lidhet dhe fakti që një pemë ka rrënjë të forta pa është e shëndetshme lart. Edhe ne duhet të kemi rrënjë të forta pra çakrën e rrënjës të shëndetshme, me qëllim që të kemi mundësinë të lexojmë, të kemi ide të bukura, të jemi të lumtur, të hapemi ndaj dashurisë, të flasim të vërtetën tonë, të zhvillohemi dhe të zgjerohemi, që lidhet me çakrën e pleksusit diellor, të krijojmë. Pra të gjitha janë të lidhura, nëse nuk kemi një çakër të rrënjës të shëndetshme, të gjitha të tjera do të jenë pakës jo në balancë. Por nëse ne kemi rrënjë të shëndetshme të forta, çfarëdo stile që të jetë sipër, pema është e sigurt në tokë, sepse toka e mban, ka rrënjë të forta të shëndetshme, pra është kjo marrëdhënia me trupin që ne tham, dhe kështu ju do të mund të lulëzoni në çdo aspekt jetës suaj. Nëse keni probleme apo jo probleme, por do ta quaj nëse keni për shembull dëshirë, nevojë, hasni nevojën tuaj që të mund të doni të punoni me secilin prej çakrave apo të zhbllokoni çakra të specifike dhe dëshironi që energjia juaj të lëvizë lirshëm në trupin tuaj dhe të jeni plot me energji, mund të punojmë së bashku me seanca Reiki. Jam vërtet shumë e lumtur që ju ndihmoj. Nëse dëshironi, sigurisht mund të më kontaktoni dhe vërtet do të jem shumë e lumtur të ndihmoj dhe të jemi kesha juaj në rrugtimin tuaj. Këto ishin të gjitha mesazhet që mblodha dhe mund ta të mbledh për ju në lidhje me këtë hënë të re. Shpresoj që ju të kaloni sa më bukur, të shijoni këto ditë të bukura me diell, të shijoni këtë kohë të bukur tani. Dhe shumë faleminderit që ishit deri më tani në këtë pjesë të videos. Faleminderit për gjithë ju që bëni like, që komentoni, që jeni pjesë e këtij komuniteti që për mua vërtet do të thotë shumë. Jam shumë mirënjohëse për gjithë ju. Faleminderit që jemi në videon tjetër.